Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dënuar ngjarjen e rëndë që ndodhi 2 ditë më parë brenda gjykatës së apelit u vra gjyqtari Astrid Kalaja. Ai tha se ligji që mbronte gjykatat u ndryshua nga kryeministri Edi Rama në 2020. Sipas tij, me vendimin e marrë nga kreu i qeverisë, mbrojtja e prokurorëve dhe gjyqtarëve ju hoq si kompetencë policisë së shtetit dhe ju dha policisë private, që Berisha i quajti polici e xhepit dhe patronazhist. Narkoshteti shqiptar vrau gjykatësin në zyrën e tij. Kur them narkoshteti, natyrisht e kam të qartë që Doresi nuk ishte punojësi i shtetit, por Doresi s'mund ta kryente kur aktin në qoftë se shteti do ishte shtet dhe jo narkoshtet. Kur? Salla e gjyqit është e presupozuar të jetë vendi më i sigurt i shtetit. Për vetë kompleksitetin e proceseve. Dhe në sallën e gjyqit u shkreh një batare kundër një gjykatësi, sikur t'ishte në mes të rrugës, sikur t'ishte në një shesh, në një kafene, po jo në një institucion shtetëror. Kreu i Partisë Demokratike u ndal edhe tek deklarata e ministres Albana Koqiu mbi vrasjen e cila sipas tij lante duar duke deklaruar se policia nuk kishte faj në masakrën që ndodhi në gjykatën e apelit.